Unë jam Sokol Morina, kam lind në Delvin, rrethi Saran atë kohë. Kemi ardhur në Tiranë dhe nga ajo kohë deri më sot kemi jetu dhe kemi kontribu në Tiranë. Sporti ka qenë, si thosh, dashuria ime më e madhe në jetë. I nderuar zoti Morina, mirë se vini në emisionin Autor. Unë ju falenderoj ju. Emri juaj është një emër i jashtëzakonshëm për sa i përket kontributit në sportin shqiptar. Keni qenë kampion i garave të gjysmëthellësisë, por njëkohësisht dhe i menaxhimit të sporteve. Në atë kohë kur sporti ishte masiv dhe kërkohej cilësi, ju keni lënë shembullin tuaj të jashtëzakonshëm për mbarvajtjen e sportit shqiptar. Pse nuk kemi sot njerëz të tillë, zoti Morina? Ky problem ka qenë edhe në kohë përpara, problem shqetësues kështu për veprimtarinë sportive. Për shembull, unë kur isha 10-11 vjeç kështu, vrapoja shumë. Ku është shkolla Sami Frashëri, aty ka qenë një xhami dhe rreth xhamis ne bënim xhiro. Deri në vitin 57, në klubet e kryeqytetit, do të gjithë Shqipërisë kanë qenë Puna, Spartaku, Dinamo dhe Partizani. Qartë. Mas 57-ës, që u bërë riorganizimi, u bë Shtatmëndori, Lokomotiva, e me radhë, ju vunë emrat. Në atë kohë, Spartaku Tiranës bëni një kant sportiv, mbrapa xhamis. Një pistë, një fushë basketbolli, e ne aty gjithë ditën, ndërkohë që unë kisha shumë qejf futbollit. Aty e kam fillu sportin, si të thush. Lujta me Tritë Dinamos, vitin 53, në futboll. Pse është e vështirë sot të kemi menaxher të mirë klubesh? Pa çka se sot nuk kemi klube shumë sportësh, si ka qenë kohën tuaj. Mund ma keq kuptoj ato që do në ndigjojnë. Ne e bëm sportin pa pare, e bëm me shpirt. Tashti ka hy leku, dhe aty ku hyn leku, hyn kiameti. Pa tjetër, që do shpërblesh për punën që bën, maksimum e më the thash, po jo të shfrytëzosh rastet. Shpesh diskutonim. Unë i thoja shokëve, nuk jam më i mençëm se ju, as më i mirë më ju. Po atë që kam pa tutave në jetë, mu më ka vlerë shumë eksperienca e Gjermanisë. Kam shku 2 herë. Një herë në traktatin e Varshavës, që u bërë në Leipzig, dhe një herë në krosin e traktatit Varshavës në Berlin. E marrum krosin, na çunë në Potsdam, një qytet, dhe në një muaj stërvitje. Mirë për ne ishim 3 atlet, vetëm mu morën stërvitje, ishte rekordmeni botës Sigfrid Valentin, në atë kohë i 800-shit, një kolonel, profesor, doktor, a i na bëtë stërvitje. 2 herë në ditë stërvitje. Këtu, ke Partizani, ku unë isha, ishim kaptera, oficera, sportistat. Vinin vetëm hanin buk, pas ditë stërvitje, Sigfrid Valentini ishte toger, i martu me 2 fëmijë. Vinte ditë në hanë në klub, po i ushtarak, i vesh, në orën 8, deri në 9:30, stërvitje ushtarake, rreshtore, qitjet, si mas programit. 9:30, gjvisheshin, 10 fillon të stërvitja sportive. Marën të 11:30, bënin dush masazhe, hani drek, në 3 deri 4:30 prapë stërvitje sportive. Nga e hana, deri të shtunën drek, togeri, që ishte i martu me 2 fëmijë, rinde në klub. Ky ka qenë një nga shembujt më të mirë që ju ka dhënë pastaj ndikim në jetën tuaj. Ne këtu një trejner na kishte nga Qinshi deri afër maratonës. Atje ishte të davon kurioz, gjatë kohës të rri aty, katedra shpejtësisë, katedra e gjysmëthellësisë. E specifikuar. Çfarë kur vi unë kthehem këtu, i them aty kishte i thash kështu ta bëj. Ku jemi ne, Gjermania, do vërë. Në 64, kur unë u emrova, që marrova shkollën, gjë e parë që bëra, që klubi shtatmëndori me profile. Profilizuat. Po, si që këshëm patje, se shpika unë. Sportist i jashtëzakonshëm për kushtet shqiptare, trajner shumë i mirë, organizator, aktivist, menaxher klubesh, shumë sportesh. Do më thoni diçka, çfarë do t'ishte zoti Sokol Morina në qoftë se nuk do ishte fare i lidhur me sportin? Mbarova klasë të 7
Edhe daja im ishte nga elektricistat pa të mirë Tiranës, që marru shkollë dhe Fulsit. Edhe unë, mbas ti, marrova të shtatën, baba ishte drejtori i shkollës. Unë marrova të shtatën, u futa elektricist. Kam punu 5 vjet elektricist, deri në Vlorë 1 vit, ndërtosh fabrika cementos. Mirë po, nga që i luja me Dinamon, me të rritë kështu, në atë ko, na majti Nikola Bespallën 1, dhe mor 2, na majti Dinamo Madhe. Pse? Jo pse, po kishte Dinamo Durrësit dhe Dinamo Shkodrës. Shumë futbollistat mirë ishin atje. Këto s'kishin me mush 22-shër, e na morën ne. Në këtë kuadër, duke më thot një kolonel i ministrisë, Morina, do të husim tha në shkollë sportit. Jo, i tharë, zda, po më po të heqim nga sporti. Kjo që arsyeja, që unë nika nga elektricist, e u futa në sport. Teknikum, institut. Më thot diçka interesante, që puna që bët dhe pat në Gjermani, me një nga sportistët më të njohur të kohës, ndikoi jashtëzakonisht te kjo. Në atë kohë ka pasur trajner ende të mirë, një pjesë që ishin shkolluar jashtë, cilët kanë qenë trajnerët e tjerë shqiptarë që kanë lënë gjurmë tek zoti Morina. Nga trajnerët më të mirë që në futboll, më i men Recep Spahiun, një personalitet që sot nuk lakohet. Po ai ishte që pregatiti Partizanin që zuri verë në dytë në lojnat e Leipzigut në futboll. Njeri me kulturë, njeri korrekt, njeri nuk di. Mund të krahasoj për shembull në atletik ka qenë Zef Hila. Edhe ai një pasionant se duhet të kuptoni një gjë. Deri në vitin 60, po 61 pa u prish me demokracinë, pa, studentat shkonin jashtë. Marronin për në Rumani, Bullgari, Hungari, gjithë këto. Nga viti 61 u ndërpre. Niveli i mësimdhënies nga pedagogët në institut është i vitit 44-45. Në 61 u ndërpre. Jemi në vitin 73. Nga 61 deri në 73 kanë shku për fizikë, për kimi, për matematikë, gjithë jashtë për specialistë. Për fizikulturë s'kënë çu njeri. Dhe ky nivel pasqyrohet në mësimdhënie të institutit dhe ishte fakt. Atë vit kemi që për herë të parë në Kinë nga sporti. Zoti Morina, më lindi një pyetje nga ju. Është e vërtet që ndikimi i shkollës kineze të sporteve ndikoi pastaj në të gjitha sportet shqiptare, në atletik, në volejboll dhe të tjera? Me qenë sinqert, në moment patë se erdhën specialista kinez këtu. Për gjimnastik, për atletik, për volejboll, për basketboll, për qitje, që në ato nivel, në fakt. Edhe ndikun, por revolucioni kinez, ai ndikoi negativisht ke përgatitje studentëve tonë. Ne shumë sportistat mirë dhe në nivel të lartë, intelektual, sportista, që vit parë, që paru institutit. Do t'ju kaloj në një aspekt tjetër. Zoti Morina, fal jush, neve kemi iniciativën dhe mbarimin e Faria Otit. Ju punuat për objektet sportive të lojra me dorë mbas ish stadiumet që marrë stafa. Keni punuar prap tek 21 dhjetori për palestrën e parë të mbyllur atletike dhe në 2 vende të tjera. Megjithatë u mbyll vetëm Faria Oti. Dua të jemi sinqert me diçka. Jeni sot i shqetësuar që në vendin ton u prishën gjitha mjediset sportive të hapura? Edhe tani që flas, e kam pikë në zemër. Ishte hera parë që na u dhan me u bë 3 palestra si e Përmetit. Se Përmeti e kishte bërë parë. Një palestër modeste. Modeste. Po, kjo Faria Oti, 2 mbrapa stadiumi që marrë stafa, 1 mbrapa pallatit sportit. Hyn ke zjarr fiksat, një projekt anglez, sallë, stadiumi mbyllur për atletikën. Qartë. Me hapësirë dhe me bërë shkop 5 metra, pista 300 metra. Ja dhanë një ndërmarrje që ishte në degadencë, ndërmarrja numër 10, kështë qenë e ushtrisë. E ju kalu Ministrisë Ndërtimit. Ja çung asaj. Mora edhe 2 fusha futbolli, në fushë aviacion, ke instituti fizikulturë. Faria Oti ishin fushat e volejbollit, basketbollit përpara. Unë qa vorat me rujt këto fusha, se aty këshin dalë sportista nivelit
Qartë. kombëtare e më lartë. Për t'i rujt këto fusha, në fund fare që në ca barakët vjetra kështu, vuna këte me uba palati, mos i prishta këto fusha. Mos i prishe fusha. Të fitoje ambjente tjere. Po pra, mirë po që ndodhi, shokët e mi, e bon parking, mas 90-ës, për kuriozitet, që në kohë mërëtiz, ishte, e kështë ble shteti, zjarë fiksa. Edhe Italia zjarë fiksa, do ishte pronë shtetore. Si fush aviacionit. Komplet fush aviacionit është ka qene italianve. Komplet. Në këtë kontekst, e hoqen fushat, bon palatin, atë palatin që është përpara. Është e çuditshme se ju keni marrë pjesë në disa disiplina. Keni marrë pjesë në futboll, edhe në not. Keni marrë pjesë në atletik. Dhe ju keni qenë kampion i vendit për gati 8 vjet, në mos gaboj. Si keni mbajtur vetën dhe si keni mbajtur këtë rezultat? Sinqerisht me qenë, unë kam qenë i pasionu mas futbollit. Edhe në teknikum, në shkollë dhe mesme, specialitet kishta futbollin. Edhe ushtar, ke partizani me morën për futbollin. Bëna stërvitje një 5-6 muaj me skuadrën e parë, për herë parë në vitin 1958 u organizu kampionati i shpresave. Atëherë ne na kalon kre shpresat. Bëm një 3-4 deshe kështu, unë ishta mësu me trejnera zotëni. Një trejner, që të themun, që s'du t'ja përmend emrin, me i lidhë se këtu, keni ardë, bani 2 gjiro, po, na një top me lidhë se, dani 11. E një moment, nuk e di se që pas kështu i fola, ko e më bërtit i keq. Unë i thash profesor, o profesor Filoni, kujt i thu tha profesor? Profesor tha është që një natë një Xhavin Demneri. Xhavin Demneri ka qenë një xhomaxhi, por futbollist shumë i mirë i Tiranës dhe trejneri më i mirë i trive, ai ka qitë panaj e panën e gjitha me radhë. Tha, ajo është profesor, se e këshin e natë. Ju ktheva me të keq shumë, s'du të përmes çaj kom thënë, e shkova ke Bisim Pagu, që ishte nga shefat më të mirë që ka pas Shqipëria. Futbollist dhe shef. I thashun do ik në repart, aty ku kam qenë, mbrojtje mbretëtare. Pse? Nuk më, në asë një shkoj puna deri në misit mbrojtjes, një general Raman Porlagu, që është personalitet. S'mla, më qunë shkollë së Ndërvej, mësus, edhe sportist, edhe mësus. Edhe mësus, po. Pa, ishte Belova, Bekush Birqa, unë, mësus, pregatitëm ekipet për spetakjatat e për ashtu, por absolutisht asë një dite nuk, që s'kam pas trejner. Zefila, më bante programin, me kronometr, vetëm. Zoti Morina, mund të themi që jeni pak autodidakt në sport? Autodidakt? Po. Nuk mund të quaj autodidakt vetën, se kam kopju nga më të mirët. Është e vërtet që ju keni ngritur klubin shumë sportësh, Dajti, që nga fillimet e veta, ju e keni strukturuar Dajtin. Shumica e spektatorëve nuk e din tani, po Dajti arriti të bënte edhe një lloj historie në Shqipëri, me mundësitë e pakta që kishte. Dajti përfaqësonte kooperativat bujqësore. Po. Fshat, do rrethin. Kishte futboll kategorinë 2. 2 javë bënin stërvitje ato në vit, kur kishte kampionati. Unë gjithë vjetore, mora dhe një shok timin, stërvitje gjithë vjetore. Dhe u bë në vitin 69, po 69-70, u bë Spartakiade e instituteve të larta, fakulteteve të gjithë Republikës. Instituti bujqësor zuri vend në 2. Mas institutit fiskulturës, për 3 pikë na e mori instituti. Në stafetën 4-100, instituti zuri vend në parë. Instituti fiskulturës vend në 2. Instituti fiskulturës kishte 4 vetë, 10 nan, 11. Unë kisha vetëm një 11 njësh. Edhe ju kisha bo një vit ndërim shkopi. Në stafetën 4-100, se suksesi është këndërimi shkopi. Kopjova atë të Amerikanëve. 20 metra është veni që duhet ta japësh. Unë e bona 30 metra ashtu e këshin Amerikanë. 10 metra vrull, shkopi ndoja ke 25 që do e dërzoja. Por vrulli merresh. Po. Edhe vuna, ma doptin e vuna bënda 70 metra. Ma të mirin, me 12-2, u bë kampioni trive i 21 veçare, 11-1 shkoj. E morëm institute, në stafet. Edhe një nga ato pedagogët nga tribuna atje, po si u vjetë, i thonë të këtë student, ju gjithë ditën shkop në stafetës, këto gjithë ditën bish në rpatës, se institut, mentaliteti... Zoti Morina, për pos kontributeve të mëdha që
Keni lënë një ndikim shumë të madh për sportin shqiptar me organizimin nga qeliza të klasave sportive. Unë vetë kam qenë produkt i klasave sportive dhe besoj që Shqipëria me klasa sportive ka pas ndikimet më të mëdha në sport dhe një brez të tërë. Si arritet ke koncepti i klasave sportive? Është individi që ndikon. Na erdhën komplete nga Kina. Po. Dyshek, çfarë? Unë e pajisa shkollë 20 vjetori. Të gjithë kampionët dole nga këto shkolla. Ju kuptoj. Këto shkolla. Nuk bëhet për një herë. Për më bëj një sportist minimumi do 10 vjet, do nga fëmijë. Qartë. Jo. Edhe është investim shumë i madh i familjes, i shoqërisë, Patjetër. Do shkëpus pak nga sporti. Urdhra. Do më thoni ku keni lindur? Në Delvin. Kosovar i lindur në Delvin është pak... Baba quhet Salim Morina. Po. Ka marrë shkollën pedagogjike në Shkup, në vitin 13, nga Gjakova në Shkup. Shkupi ka qenë kryeqendra në atë kohë, e gjithë Kosovës, e në vetë shqiptare. Dhe vjen në Tiranë, rrin një 5-6 muaj, nuk e din çfarë shkolla ashtu, edhe e thret ministri i arsimit, Jura Kuqi. Dhe e thret, si thot, në Berat, një patriot jon ka hap një shkollë, ka nevojë për mësues, ta ndihmojë. Po si thot, Po. me bab du të karbunarën, punat 2 vjet, 3 vjet. E thret Bajram Curri, i thot Sali, Gjakova më ka majt me pushk, më ka majt me ushqim, më ka majt me pare, me këto. Qartë. Kam qef të hapim një shkollë. S'kishte shkollë Shqipe, me i tepet. Po i thot, ik në Gjakova, vitin 15-16 kështu, edhe hap shkollën Skënderbej, me 360 nxënës, me 30 goca, 30 goca, me Ibrahim Femiun, me Tjatë Nebesa Imamit. Patriot gjithë ishin austro-hungares në atë kohë. Punoj goxha kur hynë sërbë që ashtu, fillon erdhin Bajram Curri dhe Kolgecaj atëherë. Kolgecaj. Po. Kishte një shkollë Shqipe, po jo aty, të vogël. Atëherë mori edhe atë mësuesin, shumë patriotë dhe ai, edhe bon shkollë me konvikt. Mi po shkolla me konvikt nuk është, vetëm për atë zonë. Qartë. Ishte për gjithë Për zonën. gjithë zonë e veriu doon, qa kapte ai territor. Punoj disa vjet atje, e çon në Peshkopi, Kastriot. Një shkollë kështu me konvikt. Qartë. Mi po, si duket, ishte anti-regjim në atë kohë, me që ishte nga veriu e çon në Delvin. Delvin, po. Drejtor shkolle. Aty linda unë, se këtu lindi që. Nëna ka qenë shtëpia. Shpjake gjithë jetën. Është e Shqipërisë apo e Kosovës nëna? E Kosovë, Gjakov ka le edhe. Edhe nëna e Gjakovës. Kohë për para, këto pas kanë qenë nga Puka. Në armiqësi, kanë arë malësi Gjakovës. Qartë. 2-3 shekuj për para, ato, trashëgimi, masaj kanë zbritë në Gjakov. Dhe po në Pukë, po ta veshre, ka Morina. Ka Morina. Shumë Morina, ai e fisë dojë. Si ishte jeta në familjen tuaj, përveç zotit Sokol Morina, çfarë fëmijësh tjerë kishin prindrit tuaj? Baba. Po, me nënë. Baba dhe nëna. Ka qenë 5 motra e 2 vëllezër. Motra madhe ka mbaru shkollën pedagogjike. Po. Ai është nëna Mërtesh i quhesh në atë kohë. Ka qenë u martu shumë e re. Motra dytë ndërtoi Shikurudha Durrës Rrogozhin. Po, Durrës Rrogozhin. Po, e shkon vullnetare. Nga aty marron teknikumin e ndërtimit. Edhe me drejtorin Po. si u lidhën martun, motra tjetër martu me Fatmir Gjatën. Motra tjetër, e ka marru liceun, ishte mësuese piano Piano, lice, u lidh me Gjovalin Lazari. Po. U martu, motra vogël ka qenë në opera, e para që ka lujt Shadriani Baçisarajt. Martu me Egon Gjadrin. Po. Po vllai tjetër? Vllai i vogël ka qenë elektricist. Ai mori zanatin që ju doni. Po, ai e trashëgoi zanatin. Si ishte jeta në familjen tuaj? Përballohesh dot me Të rrogën e drejtë babait? normale me fukarallikun e kohës, kupto, po pa shqetësime. Ka qenë Tirana kaq e varfër në vitet 50? Varfër ka qenë, do të çuditeni, po unë vaj mend që nga viti 43, që funi bulevardit, nuk është shunaza, mund fund bulevard karabinjerët italian që bën një ndërtesë me dru, kështu, me dhoma, me korridor të hapur, me motorra aty. Aty, po. Ne kishim shtëpinë me qira,
ku e formu rinia, që një 100 metra largë, e si fëmijë dilshëm e shifshë. Do në që atëherë majme, Fukaralliku ka qenë masiv. Keni pasur dëshirë që të studionit i shtetit? E keni pasur mundësin që studionit i Jo, shtetit? se kam pas mundësi. Ju është afruar në njërë si mundësi? Jo, nuk e kam pas mundësi, se në vitin 60, qunë në Ringerat, një 4-5 si të sportista, po kishin edhe trejnera, që kishin lasë por një distyre Bejkush Birqë, lutër e tjerë. Ato kurs trejnerësh, jo për... Kurs trejnerësh, po. Jo, shkollë të lartë, ato 60 ishë në prishën, u këtërë. Qërtu, këse. Unë ja dedikoj formimin tim disa pedagogëve. Për shembull, i pari është Dervish Lisi, ka qenë drejtori teknikumi. Një njeri model, që impononte respekt për mësimdhënien për ato. Panaret Boga, na ka dhënë traumatologji, një personalitet jashtëzakonisht janë mësuar shumë nga ai njeri. Janë disa nga këto që ne kanë lënë gjurmë. Familja juaj ka qenë e lidhur me pjesën patriotike, duke pasur lidhje me Bajram Curi. Mbas vdekjes së Bajram Curit, babai ka pasur probleme? Ka pasur shqetësime nga regjimi? Jo, gjithmonë prirësh nga e mire. Për shembull, kur ishte drejtor në Bajram Cur, konvikti donte gjallë, qumë është djathtë. Edhe atje s'kishte tender, po do të gjithë që ku është ma lirë. E këto se këshin konvikt matë. Tender ishte një farë mënyrë, po. Edhe njëri nga ato tregtarët kishte pagu për ta vra. Pse? Se ja kishte dhënë tjetrit. E kishte dhënë pare një. Do të dalësh ta vrasësh. Kur mas sa kohë e kapaj, thot zoti Sali, më kanë pagu me të vra, po kur dolen atje, ishte hana. Dhe ditë hija, thash, pse ta vras këtë njeri, ky përna i mëson fëmit, ky përna bank te, ky përna... Pse ta vras, nuk e vra. Kontributin tuaj më shumë e lidhni me klubin 17 nëndori apo me klubin Dinamo? Sepse kontribuat për Tiranën dhe në pension dolet me Dinamo, por menaxhimi juaj me Dinamo ka qenë nga menaxhimet më të mira të gjitha kohërave. Kam qenë antar i kryesisë klubit 17 nëndori, se kam punu ke 17 nëndori një 10 vjetë. Kam qenë kryetrejner i atletikës, po kam qenë antar i kryesisë gati 20 vjetë. Titujt i keni marrë me 17 nëndorin? Titujt? Po, si kampion. Si kampion, po, me Partizanin, Spartakiat dhe Part Pestelonës, përfaqësoja Partizanin. Po, ati keni marrë 3 medalje? 3 medalje të arta, se bie Keraj, një atlete të kohës, ma e mira Shkodrës, edhe unë, se është në gazetë. Deri në vitin 60, përfaqësova Partizanin. Nga një vit Tiranën, masaj 4 vjet Institut të Fiskulturës. Unë kam qenë pasionant mas sportit. Momenti kur ju keni dalë në pension ke klubi Dinamo, te klubi shumë sportës, nga specialist vërtet sportit është quajtur pak si fundi i njerëzve të cilët ishin dedikuar në këtë lloj mënyre për sportin. Pse nuk ka më njerëz të tillë në mendimin tuaj për sportet shqiptare? Edhe në atë kohë, kemi pas edhe pozitiv, edhe negativ njerëz. Po, gjithmonë do jenë. Po të theksuma, të theksum. Unë, ke Dinamo, kur shkova, ishim ke po shkallëve të stadiumin që Verstafash, aty e kishim klubin, ke shkallët. Unë ndërtu kompleksi, edhe shkum ke kompleksi. Me që kishte një sipërfaqe të jashtëzakonshme, me mi pasërti, jam i pari, si ka ma i sjutë, se thash, po të banë punë në halli, i pari që mora agronom për të majtë fushat e fotbolit, që edhe sot nuk e dia kanë stadiumet. Pse nuk kemi më klube shumë sportse? Si s'kuptohet të rëndësia? Jo, është të thjesht, them të drejtën, është të thjesht. Shteti nuk e përballon dot. Se në atë kohë e përballon të shteti. Sot, shteti nuk ka forcë për të përballuar. Do ishte e fort Dinamo ose Partizani si klube shumë sportse, po mos kishte pas Ministrinë e Mbrojtjes dhe Ministrinë e Brendshme, respektivisht? Unë do të thoja kështu, do marrim klubin 17 nëndori. Po. Klubi 17 nëndori
kishte president, sekretar në komitetit ekzekutiv Adem Rada, që vinte në klub me Varshavë, me shofer, që kur marron të mbledhja, ja shtyshi Varshavën, se si punon të motorina. Partizani, Dinamos, i vinte Benzi Pesmish, antar byroje. Nuk e dija... Ju kuptoj, po. Shtatëndori nuk e konkuroj dot as Partizanin as Dinamon për një arsye, se sportistat e shtatëndorit ishin para ditë punonin 5 orë në përdormarjet e kryeqytetit, Po, pastaj vinë. 3 orë dojnë stërvitje. Kam insistu për t'i fut në institut, në teknikume në institut. Pse? Se aty 10 orë kishte specialitet futbolli. 5 orë basketbol, 5 orë volleyball, gjimnastik. Të parin kam fut Ali Meman, Gzim Kaspin. Kur u futën në institut, e konkurun edhe Partizani dhe Dinamo në i rrifshin. Më bëm përshtypje në kohën tonë. Brezi i ri ka cilësi antropologjike shumë më të mira se sa ne, brezi jonë. Unë jam të linje 66 vetë, por se brezat tanë. Rezultatet nuk i kanë të mira sportive, në masë dhe kështu. Si shpjegohet? Duhet të kuptoj një gjë që niveli në familje, kështu ka qenë. Sot ka një pafundësi të ushqimeve, të trajtimeve. Me gjithë janë të këput ekonomikisht në një familje, prap gjejnë mundësi për të. Ju kuptoj. Në atë kohë me triska ka qenë. Po me gjitha ata kishin cilësi më të mira sportive. Si e shpjegoni? Sot ka disko, ka... Qartë. Në theta, në atë kohë s'kishte. Sporti ishte, si të është, I vetë me ushqim. ma i adhurumi për fëmijët e për të rritë për këto. Tirana jonë sot një qytet shumë i madh, gati metropol, se nuk është tamam metropol. Ka vetëm një pistë vrapimi dhe ajo e papërshtatshme. Si ka mundësi që... Është që jashtë zakonisht drejt. Jemi kryeqyteti i vetëm në Europë, që s'kemi pistë. Është bë ajo pista ke stadium rapa atje, është shumë e mirë, po ajo është pistë stërvitje. Pistë stadium, që shkoj publiku, të ketë kushte, veshje, zhveshje. Ajo është pistë e hapur atje. S'ka tualet, s'ka qes, pas kur gjoj. Është klim. Si është një dita ju e zakonshme sot? Kam shumë shok, kam shumë njerëz, shumë marrin, jo pivi kafe, jo. Gjatë kësaj periudhe, u mara shumë me ciklizmin. Isha zveç president i federatës, jo kryqëztar, gjatë 3-4 vjetë në federatë atletikës. Angazhohet. Kam qenë deri vonë, deri për president deri. Po, pse nuk kemi kampion olimpik ne? Përveç tyre mungesave të mëdha. Ka diçka që nuk shkon me përgatitjen tonë fizike? Jo, s'ka fare, ka të bëjë gjithmonë me horizontin, me përgatitjen e gjithanshme për të dalë. Unë për shembull kam bërë stërvitje dukta Pragës, Josef Odlozhil. Doli i dyti në Tokyo, kom bogaru në Tiranë me te. Djali i ri, ai doli i dyti në Tokyo. Dhe kur do ikshim, më thanë, ishte ai përgjegjësi i koloner, ishte viti 61 pasaj lirë. Tha, Morina, shkova me i përcjell, i qova shkti, i shkoj një akëshu, të nesme, tha, do të marim, tha, në Pragë, që kitha, do bëj stërvitje me Jozefin. Mi po më shëton besimit, fagu, më shëtërit, po të thanë, tha, se kanë ardhë me kërku kërë, i kam tha që ka provime shteti. Në qoftë se Zoti Morina do ishte në krye të sportit shqiptar në ditët e sotme, çfarë do të bënte? Do kërkoja atë që rezultate pozitiv, pa pas asnjë ndikim në pare. Në këtë kontekst, po që shefi, drejtuesi, është korrekt me gjitha, puna hec. Po që është i kompromentuar, mund të heci puna, po i ka shigjet atë mapa. Shumë faleminderit. Ju faleminderit ju.